Zoti Durmishi, a keni ngatru vendin ku keni me u intervistua, pse përfundoi kaq shpejt? Ma kanë ngatru ata vend. Ku ke me u intervistua? Në prokurori speciale ku nis fillimisht jo, por në departamentin e hetimeve të policisë po. Këtu më 18 prill zëvendës ministri në dorëheqje i infrastrukturës, Hysen Durmishi, u intervistua si dyshuar lidhur me kallëzimin penal për korrupsion që kompania Sallahu SHPK e bëri ndaj tij disa zyrtarëve të tjerë në lidhje me projektin e 32 milion eurove për zgjerimin e rrugës nacionale Prishtinë-Pej, segmenti Kiev-Dolc. Pas deklaratave e marrjes në pyetje që zgjatën rreth 1 orë, Durmishi teksa foli për Kiks Kosova e quajti procesin tendencioz e të bazuar në thashetheme. Kjo po duket e qëllimshme, pa asnjë fakt, pa me thashetheme, me gjëra se unë kam ndiku në procedurat që janë zhvilluar për rrugën Dolc-Kiev-Dolc. A i tha që para hetuesve ta ketë mohuar se ndikoi për zgjedhjen e kompanive fituese për projektin 32 milionësh. Unë aty jam në cilësinë e zëvendës ministrit me autorizimin ministrore dhe puna ime është vetëm të nënshkruaj kontratën kur i ka kalu të gjitha filtrat, të gjitha procedurat dhe nuk ka pas shkele ligjore. Të gjitha këto kontrata janë nënshkruar pas vendimeve të OSHP-s. Në kallëzimin penal që mban datën 23 korrik 2024, Durmishi akuzohet nga Sallahu që si zëvendës ministër e porositi komisionin rivlerësues që ta eliminoj këtë kompani nga gara për lotin 1 të zgjerimit të rrugës Prishtinë-Pej. Përveç tij, firma në fjalë fajson për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare edhe disa zyrtarë tjerë të Ministrisë së Infrastrukturës.